Në konferencën e 62 të sigurisë së Mynihut, kryeministri Mickoski ditën e parë e nisi me një takim me përfaqësues të lartë të kompanisë Schwarz, nga kompanitë më të mëdha në botë dhe një nga më të mëdhat këtu në Gjermani, me të ardhura vjetore mbi 180 miliardë euro. Kompania Schwarz punëson mbi 605.000 të punësuar dhe është e pranishme në më shumë se 30 vende të botës, ndërto është edhe Maqedonia. Takimin e dytë, si vazhdimi i atij në Davos, u zhvillua me pronarin E4IG, i cili tashmë është i pranishëm në Maqedoni si pronar i licencës për operatorin e tretë mobil. Kryeministri Mickoski ishte pjesë e hapjes solemne të konferencës së 62 të sigurisë së Mynihut, ku në një fjalim të rëndësishëm mbajti kancelarin gjerman Merz, ndërsa këtë pjesë të ditës e përfundojmë me një takim me presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa. Në fund, kryeministri Mickoski ka uruar qytetarët, siç thot, për lajmin e mirë që mbërriti në fillim të ditës nga SBA-ja, nga Washingtoni. Deklarata e përbashkët e harmonizuar mes qeverisë së Maqedonisë dhe Shtëpisë së Bardhë, e cila ka të bëjë me marrëveshjen për tregti që do të nënshkruhet më tej nga të dyja shtetet, një marrëveshje që, siç thuhet, mundson ekonomi më të mirë dhe më shumë mundësi për kompanitë maqedonase.